Vendi ynë vjon prej disa ditësh tjetër në kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe mesatare deri të dendura. Për një parashikim më të detajuar rreth kushteve të motit, do të lidhemi në këtë moment me Lajda Porjan nga Meteo Alb. Lajda, të përshëndes. Përshëndetje, mirë se u gjej. Si paraqitet, Lajda, vendi ynë aktualisht në ndikimin e kushteve atmosferike tepër të vështira, por ndoshta për të bërë një parashikim edhe për ditët në vijim, qytetet që do të kenë më shumë vranësira dhe rreshje shiu? Në fakt mund të themi që rreshjet më të dëndura kanë rënë brëm gjatë natës edhe sot, veriu edhe qendra, por aktualisht që po flasim, po forcohet një vranësirë e do vendosohet duke gjeneruar rreshje edhe në zonat jugore. Parashikohet që her pas here ka ndërprerje të tyre, por rrebeshet mbeten prezent deri vonë, pra deri sonte pas mesnatës, i gjithë territori shqiptar do të përjetojë rreshje të cilat do të jenë me intensitete mesatare, por lokalisht intensive. Në veri më problematike ose më saktë më shumë rreshje do të marri qarku i Shkodrës. Në qarkun e Shkodrës vetëm të premten dhe të shtunën, duke përjashtuar të dielën dhe ditët vijuese, presim që të marrin rreth 67 mm shi, 35 mm qarku i Dibrës. Parashikohet Kuksi të raportoj disa probleme, më pak rreshje problematike në qendër duke përjashtuar Durrësin, me të cilin duke qenë se rrebeshet kanë vijuar dhe do të theksohen përmbytjet, dhe për sa i përket jugut do të fillojnë që nga ky moment ku ne flasim, dhe deri në orën 6 të pasdites do të jetë Vlora, Gjirokastra, Saranda, dhe një problem akoma më i theksuar do të paraqitet sonte gjatë natës në zonat e juglindjes, ku qarku i Korçës, që janë shumë situata problematike për shkak se ka marrë rreshje gjatë gjithë natës, pritet që të ketë rreshje të cilat do të jenë edhe 30 apo 40 mm. 30 mm është një sasi mjaft e madhe për rastet konkrete që ne flasim, duke qenë se gjatë gjithë këtyre ditëve ka patur rreshje, duke qenë se edhe lumentja në pikët e kritike, dhe parashikohet që të kemi një rënje të intensitetit të tyre të dielën dhe një ndërprerje të hënën, por do të jetë krejtësisht e përkohshme, pasi të martën, pasdite dhe të mërkurën një tjetër sistem i dëndur me rreshje mesatare dhe intensive do të godasë sërish territorin shqiptar, duke marrë një Pra në mes të javës të ardhshme rikthehen sërish rreshjet në vend në të gjitha qytetet e vendit. Apo jo? Po le të themi që janë shumë zonat rrezikuara, duke qenë se veriu tashmë është në gjendje kritike. Sonte gjatë natës rikthehet Dobora, sepse po depërton një masë e ftohtë polare që ka zbritur nga veriu në Europën qendrore, po depërton drejt Ballkanit. Kanë filluar rreshjet e Doborës në Republikën e Kosovës dhe një pjesë mirë të pjesës veri perëndim të Ballkanit. Sonte do të kemi Dobor i gjithë Verilindja dhe të dielën gjithashtu. Parashikohet që gjithë zona lindore të ketë rreshje Dobore, më të dëndura në Verilindje dhe më pak zonat e juglindjes. Kemi ndërprerje dhe përmirësim vetëm për sa i përket ditës së hënë, është një përmirësim i pokoshëm, pasi të martën në mbrëmje dhe të mërkurën do të kemi sërish rreshje. Rriten temperaturat, masa e ftohtë do të qëndrohet vetëm për 3 ditë, por i kthehen rrebeshet në gjithë ulësirën perëndimore, duke rritur rrezikun, duke e zgjeruar hartën e përmbytjeve në zona që tashmë janë problematike, dhe më pas deri në fund të muajit, pra deri nga data 29 nëntor, nuk ka gjasa që të kemi situatë të qëndrueshme, pra moti është i paqëndrueshëm. Lajda, po për sa i përket temperaturave, si do të jenë ato? Jemi në pushtetin e shirave, por temperaturat duken të luhatshme, nuk e di, ndoshta për të mërkurën dhe në vijim, si do të paraqiten temperaturat, duke qenë që përmende edhe të ftohtë në disa vende, kryesisht në veri perëndim. Temperaturat do jenë problematike vetëm sonte, pra e shtuna e diela dhe hëna, pasi zbret termometri në -1, -2 në zonat malore, theksoj, Dobora do jetë në zonat malore në lartësinë 400-500 metra. Parashikohet që të qëndrojnë shumë pak, sepse duke filluar që nga mëngjesi të mërkurës futet një masë më e ngrohtë, duke risjell temperatura më të larta, një mod të ngrohtë dhe në vijim, por me rreshje, pasi mbetet lagështira prezente. Ishte parashikuar që nëntori do të ishte shumë i ngrohtë dhe ka qenë mjaft i ngrohtë. Në të gjitha ditët e veta nëntori ka shënuar temperatura 4-5 gradë më të larta se ç'duhet të ishin, dhe ishte e pashmangshme por të mos patur fenomene të tilla që janë rreshje intensive që vijnë pikërisht nga temperaturat e larta. Ka një përmirësim të motit,
që zgjat së paktën 4 apo 5 ditë fillimi dhjetorit, i cili do të jetë më i qëndrueshëm për sa i përket rreshjeve, por me temperatura edhe dhjetori do të startoj me temperatura mjaft të larta, duke bërë gjithmonë krahasimin e një muaj tipik dimri që futemi zyrtarisht në dhjetor. E qartë, faleminderit Lejda Porja nga Meteoral për këtë raportim dhe të gjitha informacionet që përsolla në studio. Pra, siç e ritheksuam për ta thënë edhe një herë, deri në datën 29 nëntor do të kemi rreshje intensive shiu, kurse fillimi i dhjetorit parashikohet që situata të stabilizohet. Teksa ne do të vijojmë me të tjera zhvillime në këtë transmetim të drejtë për drejtë.